Linja hekurudore nga Shkodra në Gjakov do të ketë 7 stacione, në një gjatësi për 105.8 kilometrash. TVSkan ka zbuluar detaje nga prezantimi i studimit të fizibilitetit për projektin që do të lidhë me hekurut Shqipërinë dhe Kosovën, që u bë nga konsultimi pak ditë më parë pranë institucioneve shtetërore. Vlerësimi merr në konsiderat segmentin që nis nga Shkodra dhe përfundon në Gjakov, duke qenë se gjuhëma nga Durrësi deri në Shkodër do të jetë e njëjtë, me linjën hekurudore Vor-Hani-Hotit, për të cilën po zhvillohen procedura tenderuese për ndërtimin e saj. Sipas dokumenteve, segmenti Shkodër-Gjakov do të përmbajë 43 ura dhe 14 tunele, teksa gjatësia totale e tuneleve është 35.3 kilometra. Sipas prezantimit, kostot për këtë segment përllogaritën në 1.8 miliard euro, rreth 1.7 miliard janë kostot që nevojiten për ndërtimin, ndërsa pjesa tjetër përllogaritet si kosto për leje, shpronësime e të tjera. Në prezantimin e bërë para institucioneve shtetërore nga konsulentët e Abcons dhe ILF Consulting Engineers, thuhet se rezultatet dhe gjetjet e studimit të fizibilitetit dhe projektimit konceptual të hekurudës Durrës-Prishtinë provojnë fizibilitet teknik të shëndrueshmërinë ekonomike të projektit. Treguesit financiar të projektit sugjerojnë se projekti nuk është financiarisht i zbatueshëm, megjithatë kjo është situatë e zakonshme për projekte të mëdha të infrastrukturës hekurudore, thuhet ndër të tjera në këtë prezantim. Nisur nga këta tregues, konsulentët ju rekomandojnë institucioneve që të kalojnë në fazën tjetër për mbajtjen në konsiderat se projekti konceptual i tunelit mbështetet në informacione shumë të përgjithshme gjeologjike, hidrologjike dhe gjeoteknike, duke kërkuar supozime të rëndësishme. Këto supozime duhet të vërtetohen në fazat e mëvonshme të projektit për të siguruar fizibilitet teknik dhe financiar, thuhet ndër të tjera në këtë dokument.